dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Kanali kullues pranë shkollës në Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa ka prej më shumë se 3 vitesh i papastruar, duke u kthyer në një kolektor të madh mbetjesh. Banorët kërkojnë pastrimin e tij nga institucionet përkatëse. Kanali kryesor kullues pranë shkollës në Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa në rrugën e Tiranës ka mbi 3 vjet i papastruar. Në të gjithë gjatësinë e tij, kanali është i mbushur me plera, inerte dhe kallamishte, të cilat shkaktojnë bllokim të rrjedhjes së ujit dhe rritjen e nivelit të tij, por edhe aromë të pakëndshme. Gjithashtu edhe derdhja e ujrave të zeza ka shqetësuar banorët e zonës, të cilët tregojnë se mosndërhyrja për pastrimin e këtij kanali nga institucionet përkatëse e ka kthyer në një kolektor të madh mbetjesh. Kanali kullues përshkon një zonë të banuar prej më shumë se 1 kilometër gjatësi dhe mbledh ujrat e Kodrës dhe zonave përgjati. Mungesa e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza në zonë shkakton derdhjen e tyre në kanalin e kullimit. Banorët shprehen se me rreshjet e dendura të shiut, kanali i cili duhet të shërbejë për kullimin e tokave bujqësore dhe vaditjen e tyre, rrezikon të shkaktojë përmbytjen e kulturave bujqësore të mbjella nga fermerët, pasi është jashtë funksionit se është i papastruar. Banorët kërkojnë sistemimin e tij në pjesën ku ky kanal kalon në zonën urbane dhe veshjen e tij me beton. Situata e mospastrimit të kanaleve kullues, të cilët janë shumë të rëndësishëm për banorët lushnjarë se jetesën e kanë të lidhur me bujqësinë, është kthyer prej vitesh në një shqetësim në Bashkinë e Lushtjes. Përdori funksionin publik për zgjedhjet. SPA kërkon 1 vit e 6 muaj burg dhe mos ushtrimin e funksionit publik për kryebashkiaken e Roskovecit, Majlinda Bufi. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për kryebashkiaken e Roskovecit Majlinda Bufi për akuzën e përdorimit të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i kërkuar është ulur në 1 vit burg. SPA ka kërkuar gjithashtu që dënimi të pezullohet dhe Bufi të mbetet në shërbim prove për 2 vjet, duke bërë të mundur që ajo të mos shkojë në burg menjëherë. Nga pretenca bëhet me dije se hetimet janë kryer pas publikimit të një videoje, ku e pandehura Majlinda Bufi në detyrën e kryetares së bashkisë Roskovec pretendohet se në kundërshtim me ligjin i ka kërkuar shtetasit GB të mos marrë pjesë në votimet për zgjedhjet vendore të 14 maj 2023 dhe të mos përfshihet në veprimtaritë zgjedhore të partive të tjera politike. Kërkesa e të pandehurës Majlinda Bufi drejtuar këtij shtetasi është bërë nën kërcënimin e masave administrative dhe kundër vullnetit të tij. Majlinda Bufi aktualisht mban detyrën e kryetares së bashkisë Roskovec. Kryeministri Edi Rama prezantoi drejtorin e ri të Akshit, Igli Tafa. Kryeministri për akuzat ndaj Karçanajt u shpreh se çështja i takon drejtësisë. Kryeministri Edi Rama prezantoi sot drejtorin e ri të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Igli Tafa. Igli është një tjetër rekrut i Shqipërisë digjitale, i cili ka lënë misione dhe punë të tjera në vende të tjera, po ashtu jo vetëm në Shqipëri. Dhe ka ardhur të shërbejë në një moment shumë dramatik kur ne u sulmuam nga terrori kibernetik. Kapaciteti i tij drejtues, por jo drejtues në kuptimin e dikujt që thjesht menaxhon, por dikujt që është pjesë e juaja, sepse bën të njëjtën gjë, kupton gjuhën tuaj, kupton sfidat tuaja, na bëri së bashku me ministrin që t'i kërkojmë të spostohet brenda të njëjtës godinë. Kryeministri u shpreh në lidhje me ish-drejtuesen e Akshit, Mirlinda Karçanaj, se beson që është e pafajshme, por fjala e fundit i takon drejtësisë. Ai sqaroi se nuk ka patur dijeni për aktivitetin e kompanive në hetim në lidhje me dosjen e Akshit. Natyrisht që si gjithmonë edhe në këtë rast unë nuk hy në meritën e çështjes në fjalë, nuk kam dijeni për detaje që lidhen me aktivitetin e atyre kompanive të përfshira në një hetim, por unë kam dijeni për faktin që Linda është një nën e vetme me 2 fëmijë, ka një karrierë nga më të shkëlqyrat në shërbimin publik. 17 shkurti është një datë historike për Kosovën, e cila feston 18 vjetorin e pavarësisë
mes arritjeve, sfidave dhe aspiratave për të ardhmen. Kosova feston sot 18 vjetorin e pavarësisë së saj. Më 17 shkurt 2008, Kuvendi i Kosovës shpalli pavarësinë duke u bërë shteti më i ri në Evropë. Kjo datë historike për vendin u përkujtua me ceremoni solemne, homazhe dhe aktivitete shtetërore në Prishtinë dhe më gjërë, por edhe me protesta për ish-krerët e UÇK-s, që po gjykohen padrejtësisht në Hag. Manifestimet nisën me ngritjen e flamurit të Republikës së Kosovës, ku të pranishëm ishin kryeministri Albin Kurti dhe presidentja Vjosa Osmani dhe më vonë vijuan me mbledhjen solemne të qeverisë. I uroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për 18 vjetorin e pavarësisë së shtetit tonë sovran e të pavarur. Është një ditë ku të gjithë bëhemi bashkë në radhë të parë për të festuar këtë përvjetor të shtetit tonë të ri, i cili tashmë po hyn në moshë të pjekurisë dhe në të njëjtën kohë bëhemi bashkë për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që ne sot ta gëzojmë shtetin. Në mbledhjen e qeverisë, Albin Kurti tha se në këtë ditë feste dhe reflektimi nuk mund të mos kujtohen ish-krerët e UÇK-s që mbahen padrejtësisht në Hag. Nga lëvizja e lirë pa viza të hapet konkret drejt integrimit evropian, përfshir aplikimin në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës, e të cilat janë arritje që na bëjnë krenar të gjithëve. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtojmë se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Gjatë paradites u zhvilluan nderime dhe homazhe te monumenti të pagjeturve në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë, tek pllaka përkujtimore fëmijëve të vrarë në oborrin e Kuvendit të Kosovës, si dhe te varri Adem Demaçit, ish presidentit Ibrahim Rugova, si dhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Në ceremonitë zyrtare mori pjesë dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Është kënaqësi për mua që të jem prezent në këtë solemnitet të Kuvendit të Republikës Kosovës. Në emër të Republikës së Shqipërisë, ju uroj gëzuar ditën e pavarësisë. Robotët humanoid kërcyen për herë të parë me artistë të rinj të Kung Fus dhe ofruan një performancë mahnitse të arteve marciale gjatë galas së Festivalit të Pranverës 2026 në Kinë. Një ekip robotësh humanoid bashkuan forcat me artistë të rinj të Kung Fus për të ofruar një performancë mahnitse të arteve marciale gjatë galas së Festivalit të Pranverës 2026 në një skenë marramëndse në Kinë. 10 robot gënjë arritën performancën e parë në botë të një grupi robotësh humanoid plotësisht autonom në Kung Fu, duke tejkaluar kufijtë e lëvizjes dhe duke vendosur shumë rekorde botërore të para. Nga demonstrimi i elegancës së lëvizjeve të arteve marciale, performanca u kthye shpejt në një shfaqje me ritëm ku pa shkatësia e robotëve që mahniti audiencën. Robotët përdorën gjithashtu armë tradicionale të Kung Fu si shpata, duke demonstruar shpejtësi, ekuilibër, koordinim dhe precizion breslënës ndërsa ekzekutuan performancën me stil. Festivali Pranverës 2026 ose i Viti i Ri kinez fillon të martën dhe është festa më e rëndësishme tradicionale e vendit. Shikimi i galas së përvitshme është pjesë e rëndësishme e festimeve në miliona familje kineze. I transmetuar për herë të parë në vitin 1983, galaja është njohur nga libri i rekordeve botërore Guinness si programi televiziv vjetor më i shikuar në planet. Vetë festivali Pranverës u përfshi në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s në dhjetor 2024. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.